të shkojnë në Një spital. mirënjohje të pakufishme dhe përshëndetjet me të përzemërta për ju, për qëndresën, për heroizmin, qëndruat të pamposhtur ndaj një terrori të një regjimi që u sonte si një pushtues barbar. Zëri juaj, qëndresa juaj, ushtruhe në tmerr të vërtet për narkoregjimin e Edi Ramës. Sot, me urdhër të Edi Ramës, Skënder Balluku, Sokol Tradhtari Bespreri Bishga dhe Enton Allushi, dashamir shefi i policisë operative, i njësisë operative, kanë treguar ftyrat e vërteta prej kriminalësh profesionist. Nuk kanë asgjë të përbashkët me punojësit e policisë, por janë kriminal të certifikuar, të cilët mendojnë se do smbrapsën një popull të tërë në mbrojtje të dyshes famzez Rama dhe Balluku. Tani dhe njëherë, deklarova para pak, po deklaroj përsëri. Dosja Rama Balluku nuk mbyllet gjerë ditën e fundit të jetës tyre.